Partë të situatës në veri. Shqetësimet e OSB-s në Mitrovic për mos bashkëpunimin me kryetarin e zgjedhur të Mitrovicës së Veriut, Dragisha Milovic, ishin ndër informacionet që spionja Jelena Gjukanovic ja kishte përcjell agentit të shërbimit sekret serb Aleksandar Vlajic, i dënuar për spionazh. Kështu thot aktgjykimi plot i themelorës, e të cilin e ka siguruar koha për Jelena Gjukanovicin, e dënuar me 6 vjet burgim për veprën penale spionazh. Sipas konstatimit të gjykatës, Gjukanovic e kishte njoftuar Vlajicin edhe për Adriana Hoxhicin, për të cilën i kishte thënë se ishte e pakënaqur me mungesën e pushtetit. Me datë 14 mars 2022, ora 11:50, Jelena informon Vlajicin për shqetësimet që ka OSB-ja në Mitrovic për bashkëpunimin me kryetarin e zgjedhur të Mitrovicës, Dragisha Milovic, duke e njoftuar se çka mendojnë në OSB për të. Pas kësaj e informon edhe për Adriana Hoxhicin, për të cilën thot që është e pakënaqur me mungesën e pushtetit. E informon për takimin që e ka pasur me një zyrtare të OSB-s në Hog, duke e njoftuar për e saj, e po ashtu e informon në detaje për diskutimet e bëra në një konferencë të organizuar nga Dušan Radaković me temën kriza në Ukrainë dhe ndikimi i saj në Kosovë. Pas të gjitha këtyre informatave, Jelena i thot Vlajicit, nuk e di nëse janë gjëra të dobishme për ju, por thash të ju njoftoj. Informatat që e pandehura Gjukanovic i ka mbledhur në hollësi dhe me përkushtim, gjykata ka konstatuar se ja ka përcjell në kohë reale të pandehurit Vlajic. Sipas dokumentit, e pandehura Gjukanovic i kishte dërguar Vlajicit informata edhe për policinë, por edhe për organizatat islamike në disa komuna. Nga këto komunikime del edhe një fakt i rëndësishëm, ai që ka të bëjë me kërkesat ndaj të akuzuarës. Përderisa në komunikimet më lartë, e akuzuara informon në detaje për investimet e organizatave islamike në disa komuna, siç janë Cekur edhe më lartë, në këtë komunikimin e fundit Vlajic i kërkon informata për një sit e policisë, përkundërse e akuzuara nuk ishte asnjë pozicion në organet të sigurisë. Ajo me vullnet të plot merr përgjegjësinë që të sigurojë informatat e kërkuara nga ai, duke i premtuar me njëherë se që nesër do të angazhohet dhe t'i siguroj ato. Sipas aktgjykimit, e akuzuara i ka dërguar informacione Vlajicit me vetdije të plotë që ta ndihmoj bijan serbe, por edhe për shkak të lidhjeve familjare që kishte me të. E akuzuara në mënyrë të vazhdueshme në baza ditore dhe pothuajse për çdo gjë e informonte Aleksandar Vlajicin. Pastaj, informata që i ka dërguar pothuajse në tërësi janë vetëm në raport me organet në Kosovë dhe punën e tyre, duke filluar nga ajo se çka ndodh në OSBE, raportet e saj, pastaj lidhur me organet e sigurisë në Kosovë, e të natyrës së tillë siç janë arsyetuar më lart, që natyrisht të gjitha këto janë çështje me interes për bijan, marr parasysh kontekstin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas themelorës, në bazë të informacioneve që Gjukanovic i ka bartur në bijan serbe, ky shërbim informativ ka qenë në dijeni për situatën në veri të Kosovës. Gjykata themelore në Prishtinë e ka dënuar me 6 vjet burgim Jelena Gjukanovicin për veprën penale spionazh. Në maj të këtij viti,